Kryetari I lëvizjes Besa Bilal Kasami ka komentuar zërat për një dalje të mundshme të Arben Taravarit nga koalicioni shqiptar Vlen. Në një intervistë në televizionin Koha në emisionin On Time, Kasami ka qenë I prerë në deklaratën e tij, duke theksuar se largimi eventual I Taravarit nuk do të kishte ndonjë peshë reale. Fillimisht, unë kam përmend disa herë koalicioni Vlen është një numër me 6 shifror, me njësh edhe së paku 5-0. Këto 5-0 janë partitë politike. Njësh është koalicioni. Çdo 0 ka vlerë nëse është pjesë pas njëshit. Çdo 0 jashtë njëshit është 0. Dhe në këtë rast, edhe simbolikisht, nëse zoti Taravari ka ardhur I fundit dhe këtë 10.000 e ka bërë 100.000, që edhe simbolikisht morën më shumë se 100.000 vota, nëse ai largohet nga këtu është 0, sepse 0 ka qenë para se të vinë koalicionin Vlen. Lidhur me këtë deklarat, Ministri I Shëndetësisë Arben Taravari tha se ishte një lapsus, ku sipas tij, Kasami gaboi radhitjen e fjalive që, siç thot, nuk e kishte me qëllim të keq. Unë mendoj se ma shumë ishte lapsus lingve, kur goja folën më shpejt se sa truri që proceson, ashtu quhet në psikologji. Mendoj se nuk e kishte me qëllim të keq, ose thjesht e gaboj radhitjen e fjalëve në fjali. Nuk mendoj se kishte prapavit keqe deklarata e zotri Bilal Kasamit. Zotri Izet Megjiti nuk e kam dëgjuar gjë në qoftë se ka thënë, se unë isha në Kosovë gjysmën e ditës, nuk e kam dëgjuar çfarë ka thënë, po pavarësisht janë normale brenda partisë ka të lashe, po mos flasim katër parti. Orhan Murtezani nga Alternativa beson se Vlen do të vazhdojë dhe më tej bashk.